Në prag të temperaturave të larta tropikale në të cilat po futet vendi ynë krahas sugjerimeve të përgjithshme tradicionale për mbrojtje nga rrezet e forta si dhe nga vapa, mjekët sugjerojnë edhe vendosjen e kondicionerëve të ajrit nëpër objektet e banimit, ato të punës dhe kuptohet nëpër automjetet e transportit, qofshin ato private apo publike. Megjithatë, si çdo e mirë që ka një të keqe, mjekët sugjerojnë për kujdes edhe në mënyrën e drejtë të freskuesve apo kondicionerëve të ajrit. Kjo pasi që çdo sasi e tepruar apo mënyrë jo e drejtë e përdorimit të tyre mund të jetë me pasoja shumë negative për përdoruesin. Selim Çerkezi, mjek i përgjithshëm, hedh dritë mbi pasojat negative nga përdorimi jo i drejtë i kondicionerëve të ajrit. Ai nënvizon se jo çdo organizëm mundet të rezistojë në ndryshimet e shpejta që bëhen nga një ambient i klimatizuar duke dalur në temperatura të larta. Në kuadër të kësaj, mjeku sugjeron që nga ambienti i jashtëm, ajri brendshmi mund të freskohet maksimum deri më 8 gradë, sepse po të bëhet ndonjë ndryshim më i madh i temperaturës, mund të vinë në shprehje komplikime me pasoja nga më të ndryshmet. Ne si mjek preferojmë që ajri nëpër vendet e banimit dhe vendet e punës të jetë i kondicionuar. Por edhe ai të jetë sipas disa rregullave apo standardeve të caktuara. Duhet specifikuar që temperatura e vendit të punës të mos ulet ose mos të ketë diferencë më shumë se 6 deri 8 gradë Celsius nga ambienti i jashtëm. Për shembull, nëse në ambientin e jashtëm temperatura është 40, në vendin ku ne punojmë të ulet 34-35 gradë, mos jetë diferenca shumë e lartë. Atëherë organizmi i njeriut mund të pasojë disa çrregullime, për shembull, ndryshimi i temperaturave ose përdorimi i gjatë i air condition ose kondicionerëve të ajrit jep disa efekte negative. Për shembull, te pacientët që janë me smundje kronike, ata përkeqësojnë smundjet e tyre, siç janë shembull smundjet osteomuskulare, artritet e ndryshme e përkeqësojnë gjendjen e tyre. E thajnë ajrin tepër dhe te pacientët që kanë probleme me astma ose me çrregullimet e sistemit respirator i përkeqësojnë këto patologji. Një element tjetër mjaft negativ i përdorimit të kondicionerëve të ajrit është fakti se në filtrat e këtyre aparateve grumbullohen një sër bakteriesh të cilat hidhen jashtë përmes presionit për freskim. Me këtë rast, organizmat e ndryshëm përgjigjen në format që mjeku i shpjegon. Një efekt tjetër mjaft i rëndësishëm negativ i air condition është sepse në filtrat e pastrimit ose kondicionimit të ajrit grumbullohen një sër bakteriesh dhe mykesh, të cilat pastaj sistemi i kondicionimit i hudh ose i nxjerr në ambientin që është i vendosur. Prandaj shpeshherë fëmijët dhe pleqt janë ata që preket më tepër nga infeksionet e rrugëve respiratore ose nga smundjet e alergjike të syve. Shpeshherë mund edhe të kemi shfaqjen e lëkurës së thatë, sepse kondicionerët e ajrit e thajnë ajrin dhe mund shfaqen edhe çrregullimet të lëkurës, siç është tharja e lëkurës. Mjeku sugjeron që të bëhet kujdes me freskuesit e ajrit sepse çdo gjë e tepërt shkon në dëm të organizmit. Ndërkaq, si gjithnjë, fëmijët dhe pleqt janë më të ekspozuar ndaj pasojave eventuale, por edhe moshat e reja dhe të mesme të cilat ankojnë nga sëmundje që prekin organet vitale. Këtë javë në Maqedoni temperaturat do të jenë tropikale dhe do të lëvizin prej 35 deri më 40 gradë Celsius. Ministria e Shëndetësisë në Maqedoni përmes ekipit të vet të mjekëve profesionist bën apel tek të gjithë qytetarët, sidomos tek pacientët e smur kronik, që të mos dalin jashtë shtëpive të tyre nga ora 11 deri në orën 17. Të gjitha këto masa merren me qëllim që qytetarët të mbrohen nga ndikimet direkte të diellit.